Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që dita të shkojë mbar në të gjitha hapat e saj. Ndodhemi ashtu siç vjen marsi në një atmosferë që rrek në ritme zemra. Festat e këtij muaji janë shumë të bukura, janë mbreslënse ose do t'i quaja ditë të shënuara, të cilat natyrisht kanë një reflektim shumë të gjanë brenda nesh e natyrisht i drejtohen gjurmëve që ata lanë shkolla. Të paktën mund të jenë ata që nuk kanë kaluar në dyert të shkollave. Pothuajse të gjithë. E aty, ai që të hap derën është mësuesi. Secili prej nesh ka pas një mësues të parë, secili prej nesh ka pas shumë mësues, secili prej nesh është drejtuar me sy pëllumbi siç drejtohet fëmia në klasën e parë e masalej në atë rrugtim që ecë për krah shokëve, klasës, mësuesve. 7 marsi është një ditë e veçantë. Nuk është thjesht ditë feste, është ditë gjurmësh, ditë nderimi, ditë mirënjohje, ditë respekti, ditë aktivitetesh që pikërisht i shpërndan këto ndjesi me entuziazmin, por edhe një premtim brenda vetes. Se do ecë ashtu siç e ka porositë mësuesi. Ndaj në këtë atmosferë të gjitha shkollat janë përfshirë. Unë sot mëngjesin do ta filloj pikërisht me një mësuese, e cila edhe ajo ka rrugtimin e saj të parë, edhe ajo ka mësuesit e parë, megjithëse është drejtore e zyrës vendore të arsimit parauniversitar në Shkodër. Brisela Kadia është e ftuara ime sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi me fillu javën e 7 marsit së bashku. Faleminderit shumë. Edhe pse me përcjell gjitha të emocion mbi të gjitha, po edhe punë dhe përpjekje që është të bë, vazhdon të bëhet dhe besoj se do vazhdoj të bëhet. Shumë punë. Unë ju falenderoj që po ndani kohën tuaj, sepse e di që i keni shumë intensive këto ditë, edhe duke parë programin e hartum prej zyrës vendore të arsimit parauniversitar, por edhe të gjitha shkollave. Është shumë bukur që të vlerësohet figura e mësuesit, sepse ajo është madhore, është fisnika. Në fakt 7 marsi nuk identifikohet veç me një ditë, është një javë e tërë dedikuar aktiviteteve që bëhen në kuadër të 7 marsit për vlerësim, promovim, mirënjohje, po nga një herë edhe kemi një insert regjia, po nga një herë edhe për të evidentuar edhe disa gjëra që sistemi i tëri, mësues, prindër, nxënës kanë nevojë për të përmirësuar, në mënyrë që ai trekëndshi të vazhdoj të funksionojë shumë mirë, se vetëm nëse funksionon ai trekëndshi mësues, prindër, nxënës, misioni ynë përmbushet siç duhet dhe sigurisht pastaj kemi breza të cilët mund themi me pa frikë që të ardhmen e kemi të sigurt, në duar të sigurta. Është një javë që është dedikuar aktiviteteve, ka filluar në të gjitha shkollat në fakt në ditën e sotme, që ne e kemi quajtur si ditë vlerësimi, mirënjohje, që stafet mësimore të institucioneve arsimore i bëjnë një vlerësim mësuesve që kanë kontribuar ndër vite në shkollë. Ato i kanë ftuar në institucionet e tyre, ndoshta për një bisedë me stafin, ndoshta për një bisedë me nxënësit, po pse edhe për të ndarë një kafe mëngjesi ose një paradite së bashku me stafet dhe nxënësit e shkollave. Veçanërisht për mësuesit e dalë në pension. Është në fakt vlerësim, është mirënjohje, edhe një respekt që s'duhet përfundoj edhe të mbaroj kur. Sigurisht respekti për mësuesin
nga nxënësi është i vazhdueshëm në çdo kohë, por ne duhet të vazhdojmë të respektojmë të gjithë ato mësues që ndër vite kanë kontribuar në sistemin arsimor, të vazhdojmë të respektojmë gjithë ato mësues që sistemin arsimor të qytetit ton me punën e tyre e kanë ngrit në këtë nivel dhe pjedestal që personalisht për mua është goxha lart në rang kombëtar. Dhe me të vërtet misioni i tyre është të tregu edhe nga shumë breza që ato kanë kalu në dur, shumë breza që ato kanë nxjerr, shumë mjek, artist, sportist që në fakt shkodrën edhe këdo që ka ndikuar në formimin e tyre e nderojnë me përfaqësimin. Kjo është masë e vërtet dhe bile personalisht edhe pse rrjedh nga një familje arsimtarësh, kjo është një gjë shumë e bukur. Mirënjohja është virtyt. Dhe ta shpërndash këtë, ta ushqesh këtë virtyt, s'ka gjë më të bukur. Edhe shkolla pikërisht vendi ku formsohen njerëzit, rrugtimet, personalitetet, ku marrin krah edhe dëshirat të ndalet pikërisht në këtë gjurmë që lë mësuesi në vite. Edhe është edhe diçka e bukur për zemrat e tyre, nuk ndjehen tashmë se e kanë të harrum, se e kanë mbyll ciklin e tyre. Mësuesi nuk e mbyll asnjëherë ciklin edhe misionin e tij, sepse ajo është figurë gjithmonë shumë e nderuar në qytet apo jo. Në asnjë moment mësuesi nuk e mbyll ciklin. Domethënë pavarësisht tash se po te pjesa profesionale mund të themi që ka mësuese që edhe pse dalin në pension vazhdojnë të jenë shumë aktiv. Ka mësues që edhe pse dalin në pension kërkojnë të vazhdojnë të jenë aktiv dhe të ushtrojnë profesionin e mësuesit, pavarësisht se ne nganjëherë diskutojmë që është profesion i lodhshëm dhe sepse dinamikat shoqërore, brezat që pasojnë njëri tjetrin, asnjëri s'është i ngjashëm me tjetrin dhe jo gjithmonë një brez është më i lehtë se sa tjetri dhe jo gjithmonë përshtatja me ndryshimet shoqërore, po edhe me zhvillimin e brezave nuk është e lehtë. Është një profesion i vështirë, po shumë i bukur, është njerëzor. Është shumë njerëzor, por mbi të gjitha është shumë shpagues, se më pëlqen me thënë këtë fjalë, është shumë shpagues në nivelin e mirënjohjes që merr gjatë gjithë punës, në nivelin e arritjeve që nxënësit tuaj kanë gjatë kohës, edhe që ke qenë duke i formu, po edhe kur dalin në jetë dhe domethënë është edhe krenari me thënë që nëse një nxënës është shumë i suksesshëm, këtë e kam pas nxënëson. Jo, po ka shumë që thonë këtë mos zbuloj mësuesja. Këtë ma dhash si shans dhe unë e mora e zhvillova dhe ja ku jam. Mësuesi në fakt ka një rol shumë të rëndësishëm në formimin e brezave, në identifikimin e talenteve, prirjeve, orientimin e tyre dhe familja ka pjesën e vet në mënyrë absolute, por edukimi dhe orientimi që jep mësuesi është thelbësor në formimin e individit dhe sigurisht në orientimin pastaj edhe në të ardhmen që një individ zhvillohen shumë aktivitete në shkollë. Aktualisht ndodhemi në një shumëtore veprimtarish. Unë mund të numëroj ndoshta me gishtat e të dy duarve aktivitetet. Ja fillon festivali i teatrit për shkollat e mesme, bilbilat, kampionatet, art dhe zeje, konkursi i gjuhës, olimpiadat e ndryshme, tjerë gjë që do të thotë nuk mbaron as pak me metrin e 45 minutëshit. Nuk është një punë që mbyllet në atë 45 minutë në orës mësimore. Ai 45 minutë që ka rëndësinë e vet në mënyrë absolute, po pastaj
gjithë ajo pjesa praktike ati 45 minutë që pastaj reflektohet në gjithë këtë mori aktivitetesh që bëhen në këtë përfshirje kaq të madhe të nxënësve në të gjitha aktivitetet, qofshin këto kulturore, qofshin këto konkurse të ndryshme, me orientim gjuhësor, me orientim shkencor, qofshin këto debate festivali publike, shkencës, po. Debate publike që që u zhvillua javës që kaloi me gjimnazistët. Pra nuk është një punë që mbyllet në 45 minuta, është një punë që shtrihet nga fillimi i vitit shkollor dhe deri në mbylljen e tij. Dhe është një punë që reflektohet vetëm nga kjo përfshirja e nxënësve, po sigurisht edhe nga rezultatet e nxënësve. Kemi një shkollë elitare që na përfaqëson në konkursin e gjuhës shqipe. Po, në nivel kombëtar. Respekt shumë i madh për punën. Ato janë shumë shkolla që kanë shkuar aty. Konkurimi Ismail Qemali. Dhe mu më vjen mirë diçka në fakt që në konkursin e gjuhës shqipe nga viti në vit ne nuk kemi vetëm një shkollë që del fituese, ne kemi një shkollë të ndryshme në çdo vit dhe kjo tregon që konkursi po jep ato efektet e veta, ka rivalitet mes shkollave dhe ka përpjekje shumë të madhe për tu përfaqësuar mirë dhe sigurisht pastaj ka edhe një ego pozitive për të dalë fitues dhe për të përfaqësuar Shkodrën. Është në fakt përgjegjësi shumë e madhe sepse atë ditë që u bë vlerësimi i shkollave fituese në nivel rajonal, patëm mundësi të shihnim edhe interpretimin e nxënësve të shkollave të zëvave të tjera që përfshin rajonin jon. Dhe në fakt mund të them që është konkurrim i fortë. Sepse rënditen bazë pikëve që kanë fituar. Sigurisht në bazë pikëve, por pikët fitohen në bazë të rubrikave. Një ndër rubrikat është edhe konkurrimi me interpretimin. Dhe është mund të them që në fakt ishte shumë kënaqësi me një gjuhë nxënës të rajonit ton që interpretonin aq bukur, me aq emocion dhe që përçonin aq emocion teksa interpretonin, por është një konkurrim që do të jetë shumë i fortë në nivel kombëtar. Po ne kena dhënë shembullin që vetëm suksese. Kena qenë fitues në edicionin e parë të konkursit të gjuhës shqipe. Shkodra ka qenë fitues, ka qenë pikërisht shkolla Branko Kadia, ajo që është shpall fituese. Dhe përgjatë këtyre viteve në rang zëvaje ka qenë edhe shkolla Edi Durham, shkolla Ndremjeda, pastaj Edi Durham, Ndremjeda dhe tani Ismail Qemali. Do të thotë gjë e bukur, po. Gjithmonë sfida është të shkruash bukur, pastër, drejt, pa gabime gjuhën shqipe. Dhe kjo është misioni i konkursit. Jo vetëm për skuadrën fituese, po për të gjithë nxënësit që të mos gabojnë qenë me ç, sa vjeç more me ç. Rrjetet sociale e krijuan këtë hapësirë. Janë disa gjëra, por që vetëm punë. Kjo është sfida. Konkursi i gjuhës shqipe është vetëm njëri, se pastaj është një mori e tërë aktivitetesh dhe jo aktivitete thjesht për të reflektuar një punë që është bërë për një javë. Natyrisht. Thelbi shkollës mbetet mësimi. Në absolute, po. Dhe të gjitha të tjerat e zhvillojnë këtë mësim, zhvillojnë dhe personalitetin. Si shihni mësuesin përballë sfidave në këtë aspekt? Dinamikat shoqërore janë në vrapim të paparë. Dhe paralelisht me to e thash edhe brezat janë breza që ndryshojnë shumë, janë breza shumë më të lirë, janë breza shumë më të çlirë edhe në komunikim, në reflektim të mendimeve të tyre dhe nganjëherë janë breza që kanë në dorë një teknologji dhe misioni i mësuesit është si ta bëj atë orë mësimore interesante që në atë 45
5 minutë nxënësi ta ketë vëmendjen tek ajo çka mësuesi po synon të jap në orën mësimore dhe jo të jetë fizikisht në klasë dhe mendja të jetë diku tjetër. Do të thonë është sfiduese me u përshtat me ndryshimet shoqërore, me ndryshimet e brezave, me qenë tërheqës në mësimdhënien. Shumë sfiduese. Teknologjia luan në rol të shumanshëm, sa pozitiv, aq edhe ndryshe, shpeshherë, jo vetëm jashtë mësimit, por edhe në atë që kjo është mendimi im, do të thënë që ta prekësh me dorë është më mirë se ta vështrosh. Ta prekësh me dorë do të thotë që në klasë të ta bësh vetë si bjen shiu, si formohet bora, pra ata kemi 50 vjetë dhe na kanë mejtë mend. Ora mësimit po nuk u konkretizu aty në klasë dhe të mbejtet teorike e sigur që sepse po ta shohësh në ekran, sa bukur. Po jo. Kjo është edhe ajo anë që edhe të jep informacion, por duhet të ketë ndjeshmëri. Po tashmë mësuesit po bëjnë edhe këtë pjesën tjetër, se tash ka kohë që po luftohet për të dalë nga mësimi tradicional, ku mësuesi flet dhe nxënësi dëgjon. Bën projekte të shumta edhe në orë mësimore, edhe gjatë një 3 mujori, edhe ka dhe projekte që shtrihen gjatë gjithë vitit. Dhe qëllimi i këtyre projekteve ky është që nxënësi të ndërveprojë me mësuesin duke konkretizuar atë dije çka merr në një lëndë të caktuar. Dhe në fakt vihet re impenjim shumë i madh kur ora mësimore konkretizohet me projekte të tilla. Nganjëherë është diskutuar që shpesh kërkojnë këto projekte dhe impenjimin e prindve, po është shumë gjë pozitive. Është shumë gjë pozitive sepse në një format lidhet shumë edhe prindi me edukimin e fëmijës, sepse unë kam thënë shpesh dinamikat shoqërore nganjëherë kanë larguar edhe familjen nga edukimi, sepse jo delegojnë dhe nuk është një detyrë që mund ta bëj vetëm shkolla dhe nuk është një detyrë që mund ta bëj një i tretë që nuk është prindi. Fëmia është i prindit, i familjes. Nganjëherë është edhe ajo dashuria e prindit që e afron edhe fëmin më shumë me edukimin. Kjo është. Në fakt, po t'i drejtohemi stafeve mësimore, kam përshtypjen që ata janë në një moshë mesatare apo të pjekur. Sa ka stafe të reja ose pjesëtar të gjeneratave të reja në stafet arsimore? Ka, dhe me thanë, stafet mësimore përfshin shumë breza, në fakt ka breza që janë afër pensionit, që mund t'i quajmë që janë breza të maturuar shumë, me shumë përvojë, po kemi edhe breza të rinj. Nga një herë gjithmonë është ajo lufta e brezave, që një brez i vjetër thotë që unë e kam bë më mirë se dhe nuk është por këtë nuk mund ta përgjigjsojmë. Ka stafe mësimore, në fakt stafet mësimore nuk është se janë të ndara me thikë që janë të gjithë të maturuar dhe nuk kemi mësues të rinj dhe të punësuar ishtazi në sistem, po kemi mësues të rinj, kemi mësues të rinj të punësuar ishtazi në sistem me emërim definitiv, po kemi edhe mësues që vazhdojnë edhe punojnë përkohësisht në sistemin arsimor, sepse ashtu janë nevojat që shkollat tona kanë. Në fakt edhe është edhe një përzierje brezash, po është edhe një përshtatje brezash. Përshtatje brezash në marrëdhënien e stafit, e kolektivit dhe në të qëndruarit në kolektiv. Në fakt është edhe një formë edukimi për brezat e ri. Por edhe brezat e maturuar kanë shumë çka për të marrë nga brezat e rinj. Është shumë e bukur që do të dëshiroja që të kishte shumë dëshirë për të vazhduar në mësuesi, gjë që do të sillte gjithmonë
rinovim të stafeve, me shumë respekt për ata që kanë një përvojë të jashtëzakonshme, ata patjetër që duhet të jenë afër shkollës gjithmonë, po mund të them që Shqipëria si një ndër vendet që tashmë synon të aderojë në Bashkimin Evropian është vend njësoj si vendet e tjera të Europës, dhe brezat përgjithsisht ne hasemi shumë me fenomenin e largimit, për faktin se brezat e rinj synojnë të njohin atë çka bota jashtë ofron, dhe nganjëherë tash po e kthej te pjesa e mësuesisë duket si një profesion shumë i qetë dhe shumë i ngadalt, por një profesion që nuk siguron të ardhura të shumta. Të ardhura ka, të ardhura ka, se rrogat jo fitime, rrogat, por zhvillimet ekonomike kërkojnë që na tregojnë që tregu i punës është shumë i etur për profesionistë të fushave të ndryshme, dhe jo vetëm për mësues, dhe jo vetëm për mjek. Nganjëherë tregu i punës vazhdon, ka nevojë për hidraulik, ka nevojë për elektricist, ka nevojë për të gjitha profesionet. Po të gjithë kalojnë në shkollë veç, nuk ka asnjë analfabet. Filtri i parë i edukimit, i formimit është shkolla. Dhe ne kemi diskutuar shpesh çështjen e mësuesisë, edhe për brezat e rinj konsiderohet pak një profesion i qetë, dhe brezat e rinj gjithë kemi qenë të rinja, dhe gjithë kemi në momentin që kemi dalë nga bankat e shkollës, kemi qenë atë euforin që tash i dola në jetë, dhe kam shumë për të dhënë, kam shumë energji për të energji formimi, edukim, kreativitet për të shpërndarë, dhe ndoshta nganjëherë ajo shkolla duket si një vend që kjo energji është shpërndahet avash në të vërtetë avash shpërndahet, sepse ndikimi nuk shihet sot për nesër. Ndikimi shihet në vite, gjëja më e rëndësishme bile. Ndikimi i misionit mësuesit shihet ndër vite, dhe gjurma që mësuesi lë shihet ndër vite, dhe mund të ndodhë që si në afruar mësuesis? Mësuesis është në fakt mësuesis jam afruar me dëshirë, me dëshirën time. Kisha dy rrugë për të ndjek, synoja ose të doja të studioja fizik bërthamore në një vend të Europës. Fati e solli që përgjigja që universiteti më dha, përgjigja pozitive që universiteti më dha në atë kohë, sepse komunikimi ishte me letra, me letra postare. Erdhi shumë vonë në kohë, dhe sigurisht unë pastaj ndoqa me drejtimin këtu në Shkodër për matematik. E kam ndjek me dëshirë, dhe me thënë të drejtën nuk jam pendu në asnjë moment. Ka pas një moment gjatë vitit të parë të punës që si një student i sapo dal nga banka ti synon me kap botën, se s'të mjafton vendi ku ke studiu, por edhe e kam provu. Dhe ka qenë një periudhë mujore, verore, që kam bërë një provë që synoja me ju largu mësuesisë, por kur ka ardha i fundi i atij 2 muajshit, me ziç kam prit. Ku keni fillu arsimin si mësuese? Arsimin në shkollën Ajasëm, Jusuf Tabaku, dhe me thënë të drejtën kam shumë nostalgji kam pas fat për kolekt që kam gjetë, për mikpritjen që kolekt më kanë afru, sepse një mësuese e re sigurisht që ka shumë nevojë me u prit mirë nga mësuesi që kanë vite eksperiencë. Kam shumë kujtime të bukura dhe shumë nostalgji për komunikimin me komunitetin. Është shumë kënaqësi kur sot takon nxënësit e tuaj që kanë arrit diçka në jetë, dhe të flasin me shumë respekt. Pra ajo gjurma që tham. Po jo vetëm nxënësit, por edhe prindrit, familje. Edhe prindrit, dhe
Pastaj them edhe e përmendni shpesh që në shkollën a jasëm kam pas mikpritjen shumë të mirë, po kam pas edhe një kolektiv që më ka mësu me bashkjetu si në një familje. Sepse në shkollë kalonim gjysmën e ditës. Dhe janë emocione kur i kthehesh pas, domethënë fantastike, dhe them nganjëherë nuk e di a e kanë fatin brezat e ri me përjetu atë lidhje shoqërore që ne kena pas si koleg me njëri tjetrin. Është ajo që me zi shpret me ardh dita e re edhe me shku në punë. Kjo është gjaja bukur. E provon shumë kush. Të tjerë ndoshta edhe zvarrisin këmbët në profesione të ndryshme ose edhe këtu, por gjithsesi ai që ka një pasion, një dëshirë e shikon jetën me këtë dinamizëm. Po matematikën e kishit prirje vet apo u zbulua një mësues, ju mbështeti, si ishte? Filloj pak si prirje edhe nga, në fakt unë kam pas mamën ekonomiste dhe babën jurist, janë dy fusha totalisht të ndryshme dhe o do anoja tek njëri o të tjetri, se s'kishte një vit me isme. Po matematika ka qenë prirje, në fakt që në klasë parë, ka qenë mësuesja klasës parë. Keni pas mësuese? Sabahet Spahia, ka qenë mësuese tek shkolla Ndremjeda. Mos është në e zëvendës rektores. Në Pjetana, ndjes pas. Dhe më thanë, mësuesi i klasës parë është ai që lë kujtimet më të paharrueshme të çdo individ. Dhe unë sa herë i kthehem pas atyre kujtimeve, më mend një figurë mësueseje që ishte gjithmonë e ngrirë e kërpitur, por edhe shumë e rregullt edhe strikte në kuptimin shumë pozitiv të fjalës. Shumë pozitiv të fjalës, që impononte shumë respekt edhe të veçlit. Po e quzanin, po bërtit me shumë dashuri, me shumë dashamirësi. Është një mësuese që në fakt është shumë e paharruar edhe sot. Okej, mësuesi i klasës parë, po ajo çka mësuese, më pëlqen me i thënë mësuese, sepse është shumë e afërt si titull për çdo nxënës, është ajo çka ajo ka përçu pastaj tek ne që kemi qenë shok klaset, se ka rastis që edhe kena diskutuar shpesh se ne kemi qenë shok klase që kemi qenë nga klasa e parë deri në të 12-ën së bashku. Dhe praktikisht kena kalu eksperienca të njëjta dhe ne vazhdojmë të mblidhemi çdo verë kur vinë shokët që janë jashtë. Dhe çdo verë është e paevitueshme për të mos diskutuar qoftë për mësuesën e klasës parë, po për gjithë mësuesit që kanë shoqëruar rrogtimin tonë në shkollë. Java e mësuesit shfleton kujtime dhe është virtyt të kesh mirënjohje. Unë shpresoj që ky virtyt jetë shpërndan tek të gjithë njerëzit që e ndjejnë se ato hapa natyrisht kanë qenë të bukur, sfidues, jo gjithmonë të thjesht, por tash që i shohin larg nga vitet, pas kanë qenë të domosdoshëm. Java e 7 marsit ka emocionin e vet në fakt, se të kthen pas në kohë edhe si mësuese, po edhe si nxënëse. Dhe unë e kam thënë edhe do vazhdoj ta them që të qenit në këtë pozicion ku jam sot është privilegj në mënyrë absolute për atë çka Shkodra është, çka arsimi në Shkodër është, çka arsimi në Shkodër përfaqëson, por është edhe përgjegjësi shumë e madhe. E di që nuk e ka vendin kjo pyetje këtu, sepse desha t'ju uroja tashti, por sa po thatë që ka Shkodra figura madhore. A do të ketë Shkodra ndonjëherë, ndonjë muze të arsimit? Po tash Shkodra po ndryshon. Në projekcion janë për të bërë disa muze.
muzej që e identifikojnë Shkodrën si qytet. Ka disa muze Shkodra që prapë identifikojnë si qytet në historinë që ajo ka pas. Pse jo mos të ketë edhe në fakt muze të dedikuar dhe të përqendruar në një vend nuk ka, po Shkodra vetë është muze arsimi kudo, emrat që emri universitetit, emrat që shkollat e Shkodrës kanë. Ndoshta është gjë e bukur që secila shkollë të ketë një faqe historiku të saj. E kanë të gjitha. Të gjitha shkollat e kanë ndërtu, nuk e kanë ndërtu, po e kanë grumbullu informacionin dhe kanë kriju historikun e shkollës. Dhe praktikisht të gjitha shkollat e kanë. Është një historik që në fakt është bën nga shkolla vetë, nga stafet mësimore, nga komunitetet. Por ama të gjitha shkollat e kanë. Dhe ajo në fakt spari mediat në mënyrë absolute i falenderoj dhe i vlerësoj për gjithmonë pozitivitetin për të pasqyruar punët e mira dhe pozitive që bëhen në Shkodër, veçanërisht RTS-ja është po është gjë e bukur me shpërnda të mirën, sepse e mira jep mesazhe, e vështira ka efekt shumë negativ tek edukimi. Absolutisht. Dhe ne kena shumë nevojë me i evitu promovimet që shpesh mediat edhe për shkak të klikimeve i bëjnë fenomeneve negative. Është një fenomen negativ që ndodh, po që informacioni për te kap çdo të bëhet, sepse amplifikohet po nga mediat. Me këtë doja të thoja që vërtet pasqyrohet një pjesë e punës që bëhet në shkolla, po çka bëhet vërtet në shkolla është shumë më shumë thjesht ajo puna që pasqyrohet është thjesht maja e icebergut, sepse pjesa tjetër është jemi në ditë përshëndetjesh, urimesh dhe mirënjohjesh. Unë dëshiroj t'ju përshëndes së pari si mësuese, si drejtuese, si grua, si nën, si njeri aktiv në qytetin tonë, si personalitet që pasqyron gjithmonë ecurinë tuaj me një pozitivitet dhe me një mirësi në komunikim edhe në marrëdhënie me stafet, me aktivitetet që organizoni. Ju uroj mbarësi e nëpërmjet jush le të shpërndahet ky urim që jo vetëm unë, jo vetëm kjo studio, por të gjithë e shpërndajnë për mësuesit, për shkollat, për ecurinë, për punën, për misionin e tyre. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe ecuri të mbara sot e për ditë. Janë sfida dhe beteja që duhen fitu patjetër. Faleminderit. Kjo në fakt është një javë impenjative. Shumë. Dhe për të emocionit ka dhe përgjithësinë. Është impenjative sepse ne gjatë kësaj jave kena vendosur me sjellje dhe disa risi të reja për sa i përket sistemit arsimor, siç është ajo e nesërmja, se kam dëshirë me përmend atë konferencë që ne kemi quajtur konferencë arsimore. Dhe është një konferencë e mirëfillt në të gjitha formatet që nga fillimi i projekcionit të saj dhe deri në ditën e nesërme që do jetë edhe finalizimi. Që do zhvillohet në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës Luish Gurakuqi. Është një konferencë që ne kemi quajtur arsimore dhe jo shkencore. E kemi quajtur konferencë arsimore, e kemi nda edhe me panele respektive që janë paneli i leadershipit dhe zhvillimit profesional, kemi panelin tjetër metodologjitë e mësimdhënies dhe kemi panelin e gjithëpërfshirjes. Pra janë 3 panele të ndryshme. Kemi pasur dorëzim të abstrakteve nga shumë mësues për panelet respektive. Abstraktet janë filtruar nga një komision që ka kontrollu nëse janë plagjatur, nëse janë të bëra me ChatGPT, domethënë me një komision i cili e ka filtruar për smari të gjithë çdo dokument që secili mësues ka dorëzuar për të përfaqësuar. Dhe në fakt është një konferencë që synon sigurisht për të promovuar të gjitha ato punët e mira në fushat respektive që bëhen
dhe veçanërisht në nivel vendor, sigurisht në përputhje me politikat kombëtare, por për të evidentu pak edhe për ta thënë edhe pak me zot të lartë hapësirat ku ka nevojë për ndërhyrje dhe përmirësim, sipas eksperiencës që secili nga mësuesit ka kalu në fushat respektive që do trajtohen nesër në konferencë. Është një risi që ndoshta hedh hapa për vazhdimsi të mëtejshme. Duke qenë se dinamikat e ndryshimeve jo vetëm shoqërore, arsimi ka nevojë që të jetë dinamik edhe në përshtatje dhe pse jo të jemi dinamik edhe në ndërveprim me njëri tjetrin. Ne kemi ato rrjetet profesionale ku mësuesit komunikojnë me njëri tjetrin, por ne kena nevojë me qenë më gjithëpërfshirës në shumë fusha, jo vetëm në disa fusha të caktuara. Dëshiroj t'ju falenderoj shumë dhe t'ju uroj suksesa, e vlerësoj jashtëmaset edhe një herë praninë tuaj, e di që ditën e keni dinamike dhe ju uroj mbarësi. Shumë faleminderit për ftesën, në fakt shumë kënaqësi të isha këtu dhe edhe emocionet me të cilat e fillova në fakt këtë javë që shumë faleminderit. Dhe suksese e mbarësi gjithmonë. Faleminderit.